Kristin, e cila goditi Portugalin javën e kaluar, la qindra shtëpi në pjesën qendrore të vendit pa çati. 10 mijëra familje pa energji elektrike dhe banorë që presin në radhë për të marrë ndihmë emergjente për të rindërtuar ndërtesat e tyre, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se dëmet mund të arrijnë në miliarda euro. Studia përfshiu rajonin të Mërkurën e kaluar duke sjellë era deri në 200 km/h dhe shira të rrëmbyeshëm që rrëzuan pemë dhe shkullën çati. Të paktën 6 persona humbën jetën dhe qindra familje u zhytën në errësirë. Qindra shtëpi, rrugë, shkolla, fabrika dhe linja e kurudhore u dëmtuan. Në bazën ajrore Montreal, pranë Leiras, studia shkatroi avion, përfshirë avion luftarak F1. Gati 170.000 familje mbetën pa energji elektrike, tha Ministria e Energjisë dhe Mjedisit e Portugalisë, ndërsa shuma e dëmit në rajon mund të arrijë midis 1.5 deri në 2 miliard euro, tha presidenti i shoqatës të biznesit.